Po si ka mundësi më shqiptarët nga populli më i thjeshtë, më mikpritëse, më bujar, më duket më sikur po kthehet në popullin më arrogant që mund të ketë Europa. Një kolegja ime këtu te puna, jo shqiptare, kishte shkuar në Shqipëri, më saktë në Durrës. Unë e pash nëpër story që ajo kishte shkuar në Shqipëri dhe normalisht kur u kthye e pyeta, si kalove në Shqipëri, kështu e lumtur unë. Ajo më kthye dhe më tha, katastrofë. Njerëz më të pasjellshëm, tha, nuk kisha parë ndonjëherë. Thashëm se çfarë ndodhi? Po më tregonte që isha jashtë dhe ishte shumë vap, ishte 40 gradë dhe po shikoja shumë qenë edhe mace në rrugë. Tha, unë doja të jepja pak ujë, tha, dhe shkova te një lokal aty afër. Dhe i thash atij pronarit të lokalit, tha që më japësh pak ujë që tua jap pak qenë dhe çfarë kishte bërë ai pronari i lokalit? E kishte bërë kësaj. I kanë kishte bërë kështu. Domethënë që e kishte larguar. Nuk e di se çfarë i ka thënë tamam me fjalë, por që e kishte bërë këtë shenjë kështu që i ka ndej me gjithë ata qenë ti që do t'u japësh ujë. Edhe në momentin që ajo bëri këtë veprimin kështu, se unë jam shqiptare dhe e di që një shqiptar do ta bënte këtë veprim kështu, por nuk e di pse unë ndjeva aq me turp. Domethënë turp nuk kisha bërë, por mua më erdhi turp. Vi një turist i huaj që po të flet anglisht dhe të thotë lutem do më japësh pak ujë për këtë qenë se po më vjen keq, se janë në pistë të vapës dhe ndoshta duan pak ujë që të freskohen dhe kështu. Dhe ai të ta bëj ty këtë shenjë sikur je ti qeni, domethënë është gjë shumë skandaloze. Po mundesh sërish t'ia shpjegoja, okay, thashun se në Shqipëri është gjë normale që të ketë qenë nëpër rrugë, thashun normalisht nuk është veprim i justifikueshëm që nuk i ka dhënë pak ujë. Okay, më tha mua, po nuk kishte vetëm një rast, se i kërkova dhe një gruaje tjetër, tha, dhe ajo kishte një shufër metalike, tha, edhe ma tregoi atë shufrën metalike sikur do më godiste mua me atë shufrën metalike pse po i kërkoja ujë për qenin. Okay, thash, okay, kjo është e tepërt. Besoj që më gënjen për këto skena që mund të ndodhesh, edhe unë si shqiptare e thash, e di që këto veprime me vërtet mund t'i bëjnë ato, po nuk e besoja dot kurrë që të ketë arritur në këtë gjendje. Po përpara kur vinte një turist i huaj, të paktën ishin gjithmonë shumë të kënaqur edhe thoshin edhe nëpër internet që shqiptarët janë njerëzit më mikpritës, të ofrojnë edhe shtëpinë e tyre. Ndërsa tani më duket nga që ka marrë edhe këtë marketimin e madh Shqipëria dhe normalisht po vinë shumë e më shumë turistë të huaj, më duket sikur e kanë marrë për të mirëqenë që turisti do vijë aty. Por tha edhe këtë që vetëm i taksisti ishte një burr shumë i mirë, tha që po na tregonte të gjitha vendet se ku mund të vizitonim në Durrës. Ishte njëri shumë i mirë, tha, dhe shumë i komunikueshëm dhe i tham atij që do të marrim numrin e telefonit se vetëm ty do të marrim kur të lëvizim këtu nëpër Durrës. Dhe po unë besoj fort që ka njerëz kaq të mirë sa ai taksisti i Shqipëria, përgjithsesi ai taksisti që sjell kaq mirë me këta turistët e huaj edhe pse nuk ka pritur ndonjë gjë në këmbim përveç pagesës për punën që ka bër, ti je njëri shumë i mirë që po mundohesh sadopak në atë Shqipërinë tonë të vogël ta bësh pak më të mirë. Nëse dhe ju doni që turistët e huaj të rikthehen siç u kthyen këta turistët te ky taksisti, mendoj që kjo duhet të jetë sjellja e duhur. Që duhet me patjetër ta respektoni atë klientin, por jo vetëm klientit dhe njerëzit, se nuk ju kushton asnjë gjë të jesh një njeri i mirë. Përkundrazi vetëm të mira do merrni mbrapsht.